Si është e mundur që një person i dyshuar për mbi 500 kg drog ende t'i armatosur, lirshëm dhe kërcënon banorët? Maljet e Maqitevës janë kthyer në zonë frike, ku Fazlin Rejcaj vazhdon të jetë në arrati, duke lëvizur i armatosur dhe duke përhapur pas siguri tek qytetarët. Burime nga tereni bëjnë të ditur se ai po qarkullon lirshëm në fshat dhe përreth me arma automatike në dorë, ndërsa dyshohet se ka edhe mjete të tjera të rrezikshme. Banorët e përshkruajnë si një kaçak që kërcënon çdo që dyshon se mund të bashkëpunojë me policinë apo të jap informacione për vendodhjen e tij. Madje, vetëm 2 javë më parë, ai ka kanosur një bashkëfshatar duke akuzuar se po i sjell policinë dhe duke e kërcënuar drejt për drejt, pavarësisht se gjatë bastisjeve i është gjetur edhe një AK-47, ai vazhdon të jetë në arrati, duke rritur tensionin dhe frikën në zonë. Banorët ndihen të pambrojtur, ndërsa pyetja mbetet: ku janë institucionet? Autoritetet pritet të reagojnë urgjentisht para se kjo situatë përshkallëzohet edhe më tej.